Java e parë e Superligës shqiptare është mbyllur me një humbje surprizë të Tiranës, e cila është mundur në stadiumin Kemal Stafa 0-1 nga Teuta, pas një goli të Marković në minutën e 13 të pjesës së parë. Një humbje kjo e bardhëbluve, e cila ka nxjerrë para probleme të tjera tek skuadra e Tiranës, teksa shefi i ri i klubit Alban Tafaj ja ka vënë fajin problemeve me pagesat e lojtarëve kohët e fundit, ndërsa nga ana tjetër presidenti Refi Galili ka debatuar ashpër me lojtarët në fund të takimit. Goli i shpejt i tursakëve që në minutën e 13 pas një aksioni të çotës nga Etjatha dhe i finalizuar si duhet nga Marković e ka ndezur shumë ndeshjen, e cila më tej është kthyer në një monolog të gjatë mes lojtarëve të Tiranës dhe mbrojtjes dursake. Në pjesën e dytë kjo gjë ka qenë më e theksuar. Dushku në minutën e 55 dhe Bala në minutën e 73 patën raste mjaft të mira për shënim, ndërsa rasti më flagrant është ai i minutës së 88 kur Ahmata i godet traversën dhe pas topit të kthyer në lojë, Dushku me portën e boshatisur gjuan jashtë. Një tjetër takim përmbyllës i javës së parë të Superligës ishte ai i luajtur në Krujë mes Kastriotit dhe debutuesve të Pogradecit. Krutanët që kanë bërë një merkato cilësore gjatë verës kanë fituar thellë 4-0 fal goleve të Turdiut, Moçollarit dhe 2 golshin e Inkangos. Të shtunën dhe të dielën ishin luajtur edhe ndeshjet e tjera të javës së parë, kur në sy barazimi i Skënderbeut me Tomorin 0-0. Bylis mundi shkumbinin 5-2, Vllaznia fitoi 3-1 me Laçin. Flamurtari mundi me vështirësi 2-1 Kamzën, ndërsa Apollonia fitoi 2-0 kundër Dinamos. Pas javës së parë në krye të klasifikimit janë 6 ekipe me nga 3 pikë: Kastrioti, Bylis, Vllaznia, Apollonia, Flamurtari dhe Teuta.